atë që mundohet me Kinën, pra si e shikoni tërësi? Kujt do e jep ky shekull? Tani këto shpenzimet I paguajnë gjithë një të vegjëlit. Dhe ata që hidhen qorrazi në për aventura. Ukraina kishte një marrëveshje, ato të Minskut të 2014-s, ku shtetet kryesore të Evropës kishin bile dhe BE-ja ka firmosur që Ukraina, bile ata kanë vënë në kushtetut që Ukraina është një vend asnjëanës I pa angazhuar që nuk do angazhohet në asnjë lloj aleance ushtarake etj. Papritur e pakujtuar, vjen një udhëheqës aty që nuk I pranon po dhe kërkoi antarësimin e NATO etj. Dhe krijoi një konflikt. Ai krijoi vetë, ai nxitën të tjera për të krijuar, una është që do vinte kjo punë që ndodhi. U parashikuaj që lufta në Ukrainë ishte një luftë lokale. Domethënë luftë ku do shiten materialet që I duan tregu të luftës. Sipas ligjit të luftës, lufta është biznesimi I masë. Është ligji themelor I luftës. Domethënë ai që bën luftë e bën për biznes. Një herë një kohë armët prodhoheshin për të bërë luftë. Sot bëhet luftë për të prodhuar armë, për të shitur armë. Domethënë ky është qëllimi sot I luftës. Lufta si vazhdimi I politikës është tregu për të shitur armë. Dhe luftrat lokale nuk angazhojnë shumë aleanca drejt për drejt, por indirekt. Lufta në Afganistan vazhdoi 20 vjet, në Indokinë 20 vjet, kudo që ka patur luftra lokale ka vazhduar mbi 10, 15, 20 vjet. Derisa shiten ose arrihen ato qëllime që duhen. Dhe Evropa kishte për të vazhduar 20 vjet të vazhdonte lufta në Ukrainë, derisa të shkatërrohesh komplet Ukraina dhe të shiteshin të gjitha rraqet që flën nëpër depot e Evropës. Ky ishte qëllimi, nuk ishte ndonjë qëllim tjetër. Puna është që ndodhi një ndërhyrje, vjen një president në Amerikë që nuk do që të ndodhi këto punë dhe unë e parë ky president do të vë rregull në shtëpinë e tij dhe tek aleatët. Evropa është në një gjumë letargjik, po t'i themi kështu, nga pikpamja e mbrojtjes e zhvillimi etj. Është në një stagnacion total. Ndërhyrja e Trumpit është një lloj si kur I ka dhënë një goditje në kokë, një grusht të fortë Europës mbasi I del gjumi. Ai gjumë letargjik në të cilën ka vite që flë. Dhe drejtohet nga menaxherë që nuk kanë asnjë vizion përveç xhepit të tyre personal ose të shtetit të tyre. Dhe tani janë ndodhur përpara një fakti të kryer që ajo luftë do mbyllet. Sepse ai shefi I madh nuk do. Mbyllet po pa garanti që mund të rikthehet sërish. Garancit I vën vet ose I prishin vet. Për shembull, një nga garancit ishte marrëveshja e Minskut. E prishën atë, e prishën vet. Domethënë e prishin Ukraina bashkë me nxitjen e tyre të perëndimit. Dhe garancit ose I vendosen vet palët që janë aty, ose do vënë disa forca të tjera si paqëruese për të mbajtur rregullin aty që të mos ketë incidente ndërmjet dy vendeve. Këto gjëra rregullohen kur do qefi. Kur nuk duan ose nuk zgjidhet ky problem. Por kjo duket që do zgjidhet, do marr fund shpejt, sepse Trump I shikon perspektiva të tjera, nuk merret me mendjet e evropianëve që e kanë mendjen ku të kurdisin ndonjë sherr në Evropë ose jashtë.